Flas kryetarin e Çajirit, Izet Mexhidin, i cilin e kemi mik të mirë, me cilin bashkëpunojmë shumë ngushtë, edhe së bashku me gjitha këto figura të vlenit, i përgëzoj për bashkimin që e bën, bashkim shumë i rëndësishëm për shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, sepse lëvizja vendosur e mbështet çdo bashkim që kontribon për shqiptarët, për të mirën e popullit këtu. Edhe ky bashkim ishte i tillë, ne do të qëndrojmë gjithmonë afër edhe me Maqedoninë e Veriut si shtet, sepse dëshirojmë të kemi gjithmonë marrëdhënie të mira, të shkëlqyera me Maqedoninë e Veriut, po natyrisht në veçanti me popullatën tonë, e cila jeton këtu, me të cilën e ndajmë identitetin tonë kombëtar, shqiptar, gjuhën tonë, gjuhën shqipe, edhe vlerat, traditat, historinë tonë të përbashkët. Përshëndes ardhen e Bleuk Konjusës, i cili është mjek i Çajirit, një mjek Çajirin, përshëndes edhe kandidatët për deputet Shqipe, Balonin, dhe gjithë ato që do frekuentojnë këtë shtap. Qarqia e vjetër është zemra e Çajirit, ndërsa Çajiri është zemra e Shkupit. Shkupi ka qenë historikisht kryeqyteti i vilajetit të Kosovës, pra dhe historikisht Shkupi ka peshën e vet.